Pasi deklaruan qëllimin e tyre për të kapur zona të mëdha të enklavës së mbushur me njerëz, forcat izraelite sulmuan skajin jugor të Gazës, i cili kishte shërbyer si streha e fundit për personat që ikin nga zonat të tjera për pjesën më të madhe të luftës. Të paktën, 62 palestinezë janë vrarë në një mori sulmesh izraelite në Han Yunis, duke goditur një kamp ku ishin strehuar palestinezët. Në një deklaratë, ushtria izraelite u shpreh se po operon me forcë të madhe për të shkatëruar infrastrukturën terroriste të Hamasit. Sulmi për të kapur Rafan është një përshkallëzim i madh në ofensivën e re të cilën Izraeli e rifilloi muajin e kaluar. Banorët e Gazës që ishin kthyer në shtëpitë gjatë armpushimit tani janë urdhëruar të largohen nga komunitetet në skajt veriore dhe jugore të Ripit. Ata kanë frikë se qëllimi i Izraelit është t'i shpopullojë ato zona për një kohë të pacaktuar, duke lënë qindra mijëra njerëz përgjithmonë të pastre në një nga territoret më të varfra. Ndërkaq, Hamasi vendosi të mos përgjigjet kundër propozimit të Izraelit për një armpushim në Gaza. Izraeli më 29 mars bëri të ditur se u përcolli ndërmjetësuesve një kundërpropozim në koordinim të plotë me SBA-n, pasi Hamasi ra dakord me një propozim që mori nga ndërmjetësuesit si Egjipti dhe Katari. Propozimi i ndërmjetësuesve ishte pjesë e marrëveshjes së armpushimit të 17 janarit dhe do ta zgjaste atë edhe për 50 ditë të tjera. Negociatat për një fazë të dytë të armpushimit duhet të mbyllen përpara përfundimit të periudhës 50 ditore, sipas propozimit. Hamasi gjithashtu do të lironte 4 pengje izraelite në këmbim të lirimit të 250 palestinezëve të mbajtur në burgjet izraelite. Ndërkaq, ministri i jashtëm Gideon Sar ka deklaruar se Izraeli është gati të japë fund luftës në Gaza që nesër, nëse Hamasi thel më njëherë pengjet. Ne ende po u japim një shans negociatave për zgjatjen e armpushimit dhe lirimin e pengjeve në bazë të propozimit të dërguarit të posaçëm të SBA-ve, Steve Witkoff, u shpreh ai.